Një tjetër çështje ku kryeministri ndalet është prezumimi i pafajësisë. Ja çfarë thot ai? Sinkroni 2. Gjermania është një shtet model i së drejtës. Prezumimi i pafajësisë Gjermania e ka në një pjedestal ari. Nuk imagjinohen dot në Gjermani tezgat, lavazhet dhe tenxheret e pazarit politik dhe mediatik të mbushura me materiale të nxjerra vjedhurazi, me bekimin e prokurorëve nga dosjet dimore. Dhe ku në Gjermani gjykata i bën të pavlefshme ato materiale që dalin rrugëve dhe që mendohet se kanë cënuar balancën e drejtësisë duke u përdorur si ushqim mediatik për të influencuar rezultatin e procesit. Veçanërisht në rastet e politikanëve të dhëna hetimore dalin në media duke u kthyer në gjyq publik. Te lala do ndalen panu. Kryesisht dalin të dhëna ose interpretimet e prokurorëve të cilat e masakrojnë karakterin e dyshuarit. A ndikon kjo praktik në prezumimin e pafajësisë? A ka të drejtë Rama që e ngre këtë si shqetësim? Sepse do të përdoret ajo shpesh që ndodh në Amerikë kjo për shembull. Ndodh në Amerikë e hedhin këta. Drejtësia i hedh këto gjëra, prokuroria. Por në Amerikë ndodh edhe tjetra. Për shembull, merr gjyqin ai dhe sposton nga New Yorku në Kaliforni. Edhe pse aty shtetet janë shumë të mëdhenj që të mos njohin njëri tjetrin. Domethënë, që juria të mos jetë i njohur me atë që do dënohet, që do marrë dënimin preç, prapë të merr dhe të kalon në shtet tjetër. Po kur themi shtet tjetër do të udhtoj 5 orë avioni të shkosh. Pra, krahasimi këtu çalon. Dhe a ka të drejtë Rama që e ngre? Se ndikon kjo, domethënë hidhen të dhënat, hidhen në mënyrë të qëllim dhe pasi e bën copa tjetrin, ti ai s'ka thot më pastaj. Ti ja ke bërë gjyqin. Këtu e ndërlidhe me konceptin e dorëheqjeve. Pra, ju e sulmoni, tha nëpërmjet media, doni që të dorëhiqet, po pra, se s'ka më kohë se t'ja ke shkatruar reputacionin. Apo unë flas, apo. Jo, edhe mund mos thosh i parë gjithmonë. Po kush thosh ti pas bu drejtohet? Ja bushati. Po thosh ti, dakor. Drejtojmë gjithmonë. Klodi. Ktheve kokën. Jo, Klodi se kam pyetje konkrete për Klodi. Se këtu Rama është me mua. Unë këto i kam thënë 4 vjet përpara. Atëherë ka i problem shumë të madh. Zoti Rama nuk e shqetëson, për shembull, kur delegitimohen kundërshtarët. Po e shqetëson fakti vetëm kur raportohet për të vetët. Pra këtë duhet ta ndajmë. Tani, unë si gazetare patjetër që shfrytëzoj çdo mundësi, çdo burim, çdo kontakt që të marr informacion dhe t'ia përcjell publikut dhe nuk i bëj askujt gjyq publik përveç se me integritet, me profesionalizëm dhe me panësi, raportoj për unë të respektoj shumë dhe ti e ja, po flas për vetëm tim, jo pam bërë lavde fare. Jo, po kam pyetje konkrete për ty. Jo. Që ti si e shikon ti këtë gjë? Po pra, do ta bëj pyetje. Mua më shqetëson her pas here. Jo, do të bëj një pyetje më konkrete se kaq. Okej. Unë të respektoj shumë, sinqerisht. Duhet të jesh në program patjetër të gjitha, por të them tani, të bëj një pyetje drejt për drejt unë ty. Ti e një nga gazetarët që arrin të sigurosh detajet i more nga dosjet e SPAK. Kjo është detyra ime. Po, kjo është puna tënde. Mirë bën. Absolutisht. Dhe i publikon. Shumë prej këtyre detajeve janë element të bujshëm dhe bëhet një spektakël i madh nëpër media. Jo, nuk. Për shembull, përfituro për një moment sikur ti je ti një person i jetuar, pushati ose tjetri dhe pa pritur, sheh në media që dalin mesazhet e tua telefonike apo deri dhe brekët që ka bler familja. Atëherë, tanis nga si bëhet për këtë? Ja po të sqaroj. Po nis nga vetja, se si unë kam raportuar dhe unë besoj që jo ti, jo vetëm. Të lutem pra, po flas. Gjithë komuniteti po them. Po të lutem pra, po nis nga vetja. Po të lutem pra ta nis nga vetja ime, apo jo. Personalisht, ju e dini se sa kujdesshme jam unë për të raportuar detaje të cilat shfaqin sensacion publik. Dhe besoj e keni parë shumë mirë që ne mund të kemi diskutuar shpesh herë përpara emisionit dhe sa kujdesshme jam unë kur dal përpara publikut. Do më pyesi mua, a është normale që media të sillet në këtë mënyrë? Edhe mua më shqetëson. Sepse në media caktuara, në portalet caktuara, platformat caktuara kanë denigruar njerëz. Por këtë shqetësim, ajo çfarë mua më shqetëson në raport me këtë, përveç medias që ne kemi diskutuar shpesh herë edhe privatisht, më shqetëson fakti që zoti Rama e ngre këtë problem vetëm kur i cënohen të vetët. Jam kundër linçimit të njerëzve, kundër linçimit qoftë edhe të qytetarit më të thjeshtë në këtë vend. Dhe unë personalisht kam ruajtur këtë standard dhe ju e dini që kur nuk kam përmendur familjen e një politikani, apo qoftë edhe personit më të thjesht, apo qoftë edhe një kriminali nga më të tmerrshmit, por jam përpjekur të jem shumë e qartë në gjërat që unë raportoj. A ka abuzime të medias, secili mban përgjegjësi për veten e vet.
Kështu që fakti që këtu ka një kinezëri apo një terrorizëm mediatik, normalisht kjo nuk varet nga një gazetar, pra se cili nga ne ka emër mbi emër dhe mban përgjegjësi. Patjetër që mua më shqetëson momentet caktuara, që degradohet deri në pretendime për video erotike e tjera me radhë, që sigurisht nuk më pëlqen, por unë përpiqem, se folët nëse ju do të ishit subjekt nesër, unë nisem nga vetja dhe them eksperiencën time. Pastaj, a duhet dënuar se përdora të... A dëmtohet prezumimi yti i pafajësisë në këtë rast? Dëmtohet seriozisht? Raportimi korrekt dhe profesional, zoti Rakipi, raportimi korrekt profesional nuk e dëmton integritetin e askujt. Nëse një gazetar raporton për çështje që kanë interes publik, raporton për korrupsionin, për tenderat milionëshe të rrugëve, për rrugët pa rrugë në këtë vend që është bllokuar gjithë Shqipëria, s'ka nevojë fare të raportoj unë, mjafton të vësh një kamerë aty në Juglindje të kuptosh skandalin që ka ndodhur dhe s'ka nevojë të bësh asnjë koment tjetër. Kështu që nëse raportohet korrektësisht, për mua nuk denigrohet askush. Pastaj, fakti që ne këtu kemi në këtë vend terrorist mediatik, qindra faqe të cilat vën gjoba, shantazhe, tira me radhë. Unë kam kaluar në kurrizin tim që për ditë bëhen shkrime denigruese ndaj meje. Por kjo, jo më larg se para 2 ditësh. Disa shkrime. Jo më larg se para 2 ditësh. Por kjo nuk më pengon që unë vazhdoj të bëj punën. Dhe nuk besoj që unë cënoj me punën time askënd përveç se mendoj që puna ime i shërben opinionit publik. Ushat? Kundër argument. Kush është puna? Nuk është puna ke këto që i nxjerrin të mbathurat, që i nxjerrin elemente intim të jetës. Problemi është, unë e kisha para jave diskutim të madh në redaksi këtë ke lapsi. Në të shkuptim, u mblodh ajo imuniteteve të Ballukut, unë vetë personalisht, edhe gjitha ta sa di unë të redaksis time janë që Ballukut të hiqet i dorëzohet drejtësi. Por, kur shkoj Spaku atje, çfarë tha? I tha dhe deputetve, ne kemi dhëna, tha, që bandit kanë kërcënu dëshmitar. Nuk është tamam kështu. Si? Nuk është tamam kështu. A i ka që një keq interpretim, unë e kam sqaruar në emisionin, jo, të lutem, mund të sqarojmë këtë gjë, se do t'isha jo korrekte, pavarësisht unë ndajt njëtin qëndrim që zonja Balluku duhet i drejtohet drejtësisë, madje mendoj që duhet kishte ikur me dorëheqje fare pa kaluar në këtë situatë. Atëherë, konteksti që është thënë është ky. Janë 2 varce të zonjës Balluku, të cilat kanë komunikuar me njëra tjetrën, dhe njëra prej tyre pretendon që persona të cilat ajo i konsideron si të fortë apo me rekorde, e kanë kërcënuar. Dhe këtë ka thënë prokurori në Këshill dhe ka thënë që ne kemi dyshime të arsyeshme, nisu nga biseda e varceve të Belinda Ballukut, që zonja Balluku është duke intimiduar dëshmitarët. Kaq ka qënë, dhe të lutem pra e përdorin zonjat në komunikimet me njëra tjetrën, dhe problemi është keq interpretimi ose përdorimi i medias në raport me këtë, nuk besoj se është çështje as e deputetëve, as e prokurorëve. Mendoj që është çështje e gazetarëve për shat. Jo, thjesht për ta sqaruar, të jemi korrekt se s'mund t'i vëmë asaj zonjës një gjë që nuk e ka mbi supe, ë? Jo, s'po i vë, është tjetër muhabeti komplet. Do me thënë, biles, një deputet i opozitës i është drejtu 3 herë, që kush janë këta të fort më i thuaj me emra. Prokurori është përgjigjur është çështje në hetim. Tani, një politikan që duhet votoj për imunitetin e Ballukut, apo një gazetar që duhet raportoj këtë ngjarje, a do bindet vetëm nga fakti që Spaku thot kanë kërcënuar të fort, apo kur ta bëj shkrimin do thot Spaku pretendon se është kërcënuar nga të fort, por ne s'kemi parë prova për këtë punë. Kjo do ishte korrekte edhe për deputetët që do votojnë, edhe për gazetarët që do reportojnë. Kurse këtu është ngritur kulti i Spakut, që boll një prokuror të thotë është kërcënuar nga të fortat, kjo merret e mirëqen. Dhe ky është gjyqi publik pastaj, varet nga gazetari kjo bushat. Varet nga gazetari kjo bushat. Me qënë se u kapet e ky detaj, pikërisht të kam sqaruar te zoti Rakipi. Këtë gjë kam thënë, që ne nuk kemi një dokument që po flas të lutem, po bëj sqarimin pra. Fakti që tu ka terrorizëm mediatik. Tani ti po të futesh në Google sot dhe të kërkosh Balluku ka kërcënuar me të fortë, të dalin mbi 30 lajme që këtë e quajnë të konfirmuar. Dhe kjo është propaganda e linçimit që bën Spaku, dhe pse ndodh kjo? Unë kam dyshimin se kjo ndodh
sa më të dopta të jenë dosjet, aq më i madh është lindshimi publik. Sa më profesional të jetë hetimi, aq më e bymyer është zhurma për baltosjen e atij që po hetohet. Thashë, po flas nga personi i një njeriu që do ta shohë ballukun me imunitet të hequr, por përsëri nuk mund të bëhem partizan i çdo gjëje që nxjerr spaku nga goja. Shiko, Ylli, thema? Pres. Prezumimi pa fajësisë është një parim i shehtë, është kushtetues.